Vertigo dhe marramendja është e njëjta simptom. Nëse marramendja vjen nga truri, pra është me origjinë qendrore, pacienti do drejtohet drejt mjekut neurolog dhe shumë herë është një diagnozë spitalore. E kundërta me vertigot që vijnë ose marramendjet që vijnë nga aparati i dëgjimit, ku e shihni më të pranishme vertigon? Tek cilat grup mosha? Shumë herë është një fije e hollë që e ndan një vertigo organike, po një vertigo që vjen nga stresi, nga lodhja, nga pagjumësia. Po në kurse shtëpiake mund ta menaxhojmë vertigon? Është e vështirë që pacienti ta bëj vetë, pra deri më sot unë nuk kam parë një pacient që t'i bëj këto ushtrimet vetë, pavarësisht mund të përpiqen t'i shikojnë nga YouTube. Ne kemi një protokoll, themi që nëse një pacient ja kemi dalë që në 3 vjet mos ketë një krizë, pra një atak vertigo, ne e quajmë të shëruar. Mund të na tregoni fillimisht se çfarë është vertigo dhe a ndryshon nga marramendja? Vertigo dhe marramendja është e njëjta simptom. Pra, në latinisht ose në mjekësi, në librat mjekësor quhet vertigo, ndërsa populli e quan marramendje. Të themi që është e njëjta shenjë e shumë sëmundjeve. Dhe cilat janë shkaqet më të zakonshme të vertigos? Me statistika është parë që shkaku më i shpesh që marrje të mendje ose vertigo ose rrotullim të dhomës ose sido që ta quajnë pacientët është veshi i brendshëm ose të themi ai kërmilli ose aparati koklear, aty ku fle organi i ekuilibrit. Pra, veshi i brendshëm, veshi i tretë e quajnë populli si të duan, është organi i ekuilibrit dhe sa herë që ai afektohet për çdo lloj shkaku, manifeston që është prekur, manifestimi kryesor është humbja e ekuilibrit apo marramendja. Shpesh është ky veshi i mesëm, cilin e cilësojmë marramendjen zakonisht, e lidhim. Për veshin e mesëm në popull, pra pacientët tonë quajnë veshin e mesëm, po në fakt është veshi i tretë dhe i brendshëm ai që afektohet. Aparati koklear ose ajo kërmilli i vogël. Po cilat janë disa nga llojet e vertigos, sepse ka disa të ndryshme? Grupet më të mëdha ku ne klasifikojmë vertigon është vertigo qendrore, pra do të thotë që marrja e mendje vjen nga truri, dhe vertigo periferike, që do të thotë marrja e mendje vjen nga veshi. Këto janë grupet më të mëdha që ka shumë rëndësi në momentin që mjeku ka pacientin përballë ta ndaj këtë, sepse edhe qasja dhe mjekimi është komplet i ndryshëm. Nëse marrja e mendje vjen nga truri, pra është me origjinë qendrore, pacienti do drejtohet drejt mjekut neurolog dhe shumë herë është një diagnozë spitalore, pra që pacienti ka nevojë të hospitalizohet dhe të ndiqet nga mjeku neurolog. E kundërta me vertigot që vijnë ose marramendjet që vijnë nga aparati i dëgjimit, pra nga veshi i mesëm që i thot populli veshi i brendshëm, janë shumë herë sëmundje ambulatore, pra që mund të trajtohen shumë mirë me një ndjekje të mjekut dhe duke marrë terapinë në shtëpi. Pra ndarja e parë është kjo, më së shumti, por gjithmonë mjeku do thellohet duke marrë në pyetje, duke dëgjuar mirë pacientin, duke dëgjuar historinë familjare, duke dëgjuar historinë e smundshmërisë që ai mund të ketë. Supozojmë për ta shpjeguar, nëse ty të vjen një pacient që është mbi të 70-at, pra jo pacient i ri, që vuan me hipertension, që vuan është diabetik, që është insulinovartës, që referon që ka bërë kimioterapi, pra që është një pacient që ka një skemë ilaçe, gjithmonë këto preparat ose mundje sistemike prekin dhe afektojnë veshin e brendshëm dhe mund të japin çrregullimet e ekuilibrit. Ndoshta këto janë edhe kategoritë më të predispozuar. Për të pasur, mjafton sa do pak për të pasur humbje të ekuilibrit, por që janë kategoritë që ju duhet më pak mjekim dhe kanë shenja jo aq shumë ulëritse në sensin që kanë marrëmendje, po që kalojnë për 2-3 sekonda dhe rehabilitohen dhe duke vënë theksin ose duke u fokusuar mjeku te rehabilitimi i sëmundjes sistemike që siç thash mund të ketë luhatje tensioni që kanë goditur veshin, mund të ketë luhatje të sheqerit në gjak, të glicemisë, pra duke u rregulluar të gjithë sëmundjet kronike janë pacientë që menjëherë e rivendosin dhe ekuilibrin. Pra ju vjen nga. Ndërkohë, nëse kemi një rast tipik menjëherë është hidrops apo ngritja e tensionit në veshin e brendshëm,
Vihet re që është në pacient të rinj, që pacienti mund të jetë nga 20 deri në 55 vjeç në mbi 90% të rasteve, dhe shikojmë që këto pacient ka nevojë më shumë për mjekun ORL, pra do marrë terapi më të mirë, do ndiqet më afër me mjekun ORL dhe do bëj ekzaminime më të shtuara. Ku e shihni më të pranishme vertigon? Tek cilat grup mosha? Vertigo që vjen si e shpjegova më parë totalisht nga organi i veshit, pra një drop si aparati koklear, është e grup moshat e reja, por mund të vetë re më shumë në individ që punojnë ngrejnë pesha, punëtor po themi në ndërtim, ose që kanë të bëjnë me ngritje me transport peshash, në individ që punojnë para kompjuterit, që kanë dhe probleme të theksuara me qafën ose me pozicionin, me staturën, të themi në arkitekt, në bankier, pra në persona që janë të detyruar të rinë në një pozicion fiks gjatë 8 orashit ose gjatë orarit që ato punojnë në përditshmërinë e tyre. Në qartë. Po cilat janë disa nga simptomat që ne na tregojnë që kemi vertigo dhe jo një stres që vjen nga stresi i përditshëm që mund të kemi ose nga lodhja? Pa që duhet na bëjnë ne të drejtohem tek mjeku. Shumë herë është një fije e hollë që e ndan një vertigo organike, pra një vertigo që vjen vërtet nga veshja, apo një vertigo që vjen nga stresi, nga lodhja, nga pagjumësia. Mund të kemi për shembull ta shpjegojmë me raste konkrete. Një student, le të marrim një student mjekësie që është në sezon provimesh edhe mund të ketë ne të tëra duke studiuar, pagjumësi, mbas edhe nuk ushqet dhe është në stresin apo presionin e provimeve, po dhe të çdo degë tjetër. Në mos student, të themi dikush që po mbron një doktoratur ose dikush që ka një angazhim të madh, pagjumësia, mos ushqyerja e mirë, stresi, edhe këto vetë afektojnë veshin e brendshëm dhe mund të japin dhe mungesë ekuilibri dhe marrje mendsh. Dhe ajo që ndan është vetëm të dëgjuarit mirë të pacientit, pra duhet të japim kohë. Sepse nëse dëgjojmë një fjali më shumë, nëse ne dëgjojmë 2 minuta më shumë pacientin, ai ka kohë të tregojë që ka dhe ato shenjat e ankthit të lehtë, mbase të në një depresioni apo të probleme edhe të shëndetit mendor, dhe në ato raste patjetër duhet të bashkohet mjeku psikiatër me mjekun ORL për të rehabilituar rastin. E vertigos nuk është vetëm marramendja? Në rastin tipik marramendja, vertigo, tipik që shoqërohet, që vjen nga organi ORL, është marrje mendsh, ndjesi për të vjedhë dhe zhurmë në vesh. Pra kjo është triada ose treshja. Pra që ne ta kuptojmë vetëm nga të folurit, pa filluar ekzaminimin me pacientin që është afektuar vetëm veshi, pacienti thotë që mu bllokua një veshi, më ra dëgjimi, dëgjoj një zhurmë, uturrim në vesh, pastaj menjëherë më filluan të vjellat janë të shpeshta dhe pamundësi për të çuar nga krevati apo nga divani, qoftë për nevojat personale, qoftë për televizor sadopak. Pra kjo është tipike klinika e një menjeri apo një hidropsi apo marramendje nga veshi. Pastaj janë dhe vertigot e pozicionit që janë raste më të lehta. Pacienti thotë që në momentin që dua të rrotullohem në gjumë, supozojmë preferoj të flej vetëm nga krahu i djathtë dhe nuk guxoj të flej nga anë e majtë, se sapo të kthehem nga ajo anë, kam marrje mendsh. Kjo është vertigo pozicioni, që është pak formele, sepse pacienti ruan pozicionin e preferuar edhe eviton marrjen e mendve. Kurse, si që shpjegova, rastet në moshat që kanë terapi të ndryshme, kanë ngushtim të enëve të gjakut kryesore të qafës, probleme me zemre të tjera, afektohet shumë shpesh, pra janë persona që e kanë të lehtë prishjen e ekuilibrit, por po ashtu rikthimin. Pra nuk janë persona që invalidizohen dhe zën krevatin, nuk kanë të vjella, nuk rrinë shtrirë me do e mos dhe nuk arrin të shkojnë për nevojat personale. E qartë. Doktoresha, tani jemi dhe afër stinës së vezë dhe infeksionet në vesh janë ndër më të zakonshme për shkak të frekuentimit të plazheve të pishinave. A mund shkaktojnë ta infeksion? Mund të shkaktojnë vertigo, infeksionet e veshit?
Infeksionet e veshit në rastet që nuk mjekohen, pra nëse kemi një vesh me qelb për ditë, për muaj, për javë, pra pacienti nuk është paraqitur te mjeku për të kërkuar ndihmë, mund të ndodhë në raste të ralla që toksinat ose helmet që këto baktere, ky pus, ky infeksion, ky inflamacion hedh afër veshit të brendshëm të afektojnë dhe koklen, pra këtë kërmillin, dhe mund të ketë përveç se pacienti ka dhimbje veshi, temperaturë, rrjedhje veshi, mund të ketë simptom shoqëruese dhe humbje të ekuilibrit apo marrje mendje apo vertigo. Por që të arrijë një infeksion që të jap marrje mendje, do të thonë që pacienti e ka anashkaluar shumë shëndetin dhe në praktikën tonë janë raste të ralla, sepse është rikutur edukata shëndetësore dhe përgjithsisht pacienti kërkon ndihmë në mos te mjeku specialist, te mjeku i familjes, te mjeku i qendrës shëndetësore në fshat apo qoftë te një farmaci për të filluar diçka për të mos të agravuar. Po në rastet kur kemi marrëmendje, kur duhet të drejtohemi për ndihmë mjekësore, pra kur duhet të shkojmë tek mjeku, kur është momenti? Momenti është kur e zgjedh pacienti, kur pacienti e shikon që nuk po frekuenton të shkollën, punën, nuk arrin të kryej atë rutinën e përditshme, patjetër edhe kurdo që ai e mendon, nuk është e thënë se të agravohen shenjat që ai të kërkojë ndihmë. Në çdo moment që pacienti ka dëshirë të bëjë një kontroll, një konsult, por është i mirë pritur. Ju si mjekë, kur e shihni të arsyeshme që të bësh një vizitë në lidhje me marrëmendjen, sa e shpesh duhet të jetë ajo që ne të na sinjalizoj për vizitë, sepse shpesh janë shkalojmë. Nëse ta themi, nëse ajo momenti ku fillon e mbërthen pacientin marrëmendje, humbja e ekuilibrit dhe i zgjat më shumë se 7-8 sekonda, pra kemi pacient që mban 20-30 sekonda dhe i fillon ndjesia e të vjellit apo dhe vjell, patjetër duhet të vi te mjeku që ta ndihmojmë qoftë me mjekim simptomatik, që do thotë thjesht mund të duke dhënë antivertiginoz apo dhe preparate kundër të vjellit për ta ndihmuar. Pra këto janë trajtimet që merr një person në momentin që vjen në klinikë? Trajtimi është i ndryshëm sipas diagnozës. Pra, nëse mjeku, siç thash në fillim, e ndan që është vertigo periferike apo qendrore, është vertigo pozicioni apo menier, apo labirintit akut, apo mbasnjotiti, pra në varësi të diagnozës që vë, në varësi të moshës të pacientit, se nuk mund të trajtojmë një lloj një adoleshent me një adult. Pra janë disa faktorë që ndikojnë në vendosjen e mjekimit. Kompozon skemën e mjekimit, por përgjithsisht ne përdorim beta-istinën, që është antivertiginozi universal në gjithë botën, dhe doza dhe frekuenca gjatë ditës kompozohet ose mendohet nga mjeku në varësi të moshës, peshës së pacientit apo rëndesës së shenjave që ai ka. Pra antihistaminikët, pastaj mund të japim nganjëherë dhe kortikosteroid, pra kortizon, të themi në gjuhën e popullit, në rastet kur mendojmë që ka ngritje tensionit hidrops të kokles, mund të japim të gjithë grupet e multivitaminave nga B1, B6, B12, nga produktet me ginkgo biloba, piracetam, për të ushqyer nervin e dëgjimit, mund të japim preparate antivomitus, mund të japim produkte hiperosmolar e të tjera. Pra në varësi të rastit jepet edhe mjekimi. Terapia. Po në kushte shtëpiake mund ta menaxhojmë vertigon? Në kushte shtëpiake, ajo që unë i këshilloj pacientëve të mi është eliminimi i kripës, pra nëse pacientët fillojnë të bëjnë një dietë pa krip, humbja e kripës nga trupi eliminohen dhe lëngjet dhe në këtë mënyrë japim mundësi veshit për të ulur presionin. Përpjekja për të mos bërë rrotullime të vrullshme në krevat apo për të çuar menjëherë nga shtrati në këmbë, pra shtrirja ngadalë dhe ngritja ngadalë, lëvizja me bel, pra mos përdorin shumë qafën, po të bëjnë një lëvizje të bustit me anë të belit, eliminimi i këtyre lëvizjeve të menjëhershme. Edhe pacientët që kanë qenë me vite e mbajnë beta-istinën e kanë në shtëpi dhe në momentin që mund të fillojë marrëmendje, mund të fillojnë një tablet 2, të blejnë kohë derisa të paraqiten te mjeku. Po teknika, ka teknikat të cilat mund t'i ushtrojnë?
Është e vështirë që pacienti ta bëj vetë, pra deri më sot unë nuk kam parë një pacient që t'i bëj këto ushtrimet vetë, pavarësisht që mund të përpiqen t'i shikojnë nga YouTube-i ose tani interneti ofron shumë informacion, por po, kemi për vertigot e pozicionet, ne bëjmë disa ushtrime të themi tip përplasjesh në krevat, që bëjnë shkëputjen e otolitëve, tyre gurzave që japin marrëmendjes dhe kalimin e tyre në xhepa të pastëm të veshit, fshehjen e tyre. Por në rastet teknika që më mirë të bëhen i bën staf mjekësor, minimalisht të jetë një infermier, por më mirë sigurisht që i bën një staf që punon në kabinet ORL. Vertigo mund të rikthehet pasi është trajtuar? Rrezikon të rikthehet? Ky është lajmi më i keq. Vertigo gjithmonë tenton dhe rikthehet. Pra, ne kemi një protokoll, themi që nëse një pacient ja kemi dalë që në 3 vjet mos ketë një krizë, pra një atak vertigo ose marrëmendje, ne e quajmë të shëruar. Pra kjo është idioma e marrëmendjes. Dhe mund të kemi pacient që mund të ketë deri në 10 vjet pa ju marrë mend, edhe mjafton pra një stres i madh, një pagjumësi ose fillimi i zbulimit të diabetit, si thash, kimioterapi, pra një diçka që ja shpërthen, edhe ky pacient mund të vi, thot kam kaq vite që isha shumë mirë, i fillon marrëmendja. Pra mund të rikthehet, ekziston mundësia. Po, mund të rikthehet, po vertigo është një sëmundje me prognozë të mirë që do të thot asnjëherë nuk rrezikon jetën, pavarësisht që është shumë e bezdisur dhe çdo pacient individ mund të humbë rutinën e shtëpisë, ditën e punës, ditën e shkollës. Pra duke sikur të mban në krevat dhe të mbërthejnë në krevat, me mjekim bëhet mirë. Pavarësisht që rikthehet, gjithmonë bëhet mirë me mjekim. Pra nuk është të themi jetë kërcënuese. Po, nuk ta kërcënon jetën, por atë ndikon në zhvillimin e aktiviteteve të përditshme, të ndryshon jetën? Po shumë, për shumë mund të kem vajza djem që frekuentonin për ditë palestrën, edhe duke bërë sporte ekstreme, hedhje me parashut ose ngritje shtangash, nëse diagnostikohesh një me marrëmendje, duhet të heqësh dorë nga ato. Të privon nga disa gjëra, të cilat dikur mund t'i bëjë. Sepse lëvizjet tashmë të trupit duhet të jenë më të kontrolluara dhe më të stabilizuara, pa ta mendosh mirë kur ta hedhësh hapin dhe kur të ulesh ose të ngrihesh nga pozicionet. Duhet të jesh pak më i vëmendshëm në veprimet që dhe më i ngadalshëm dhe më qetësi. Po. Doktoresha, ne kemi dhe një rubrik, mit apo fakt, ku janë disa konstatime të cilat ju mund t'i sqaroni nëse janë të vërteta apo të rreme. E para është vertigo është e njëjta gjë si marrëmendja. Është fakt. Vertigo, marrëmendje, humbja e ekuilibrit është fakt që janë e njëjta gjë. E vetmja simptom e marrëmendjes është ndjesia e rrotullimit. Jo, është mit se mund të ketë përveç se ndjesisë së rrotullimit, ndjesinë e rrëzimit, ndjesinë sikur bie tërmet, sikur dikush është hyrë nga mbrapa, sikur dikush e hedh nga pas, pra ka disa lloje të humbjes së ekuilibrit. Vertigo ndodh vetëm nëse keni frikë nga lartësitë. Është mit. Vertigo mund të ndodhi në çdo person, edhe nga ata që s'kan frikë nga lartësitë. Nëse shtrihesh pa lëvizur kokën, marrëmendja do të zhduket. Është gjysmë fakt sepse minimizohet. Pra nëse ti, si e shpjegova më parë, shtrihesh, ngrihesh, bën çdo lloj lëvizje, pa e lëvizur shumë kokën ku flen dy veshët tonë të brendshëm, mund ta ulësh agresivitetin e marrëmendjes. Por për ta zhdukur fare, vështirë. Nëse ke vertigo, nuk duhet të lëvizësh fare. Është mit se ne kemi nevoja për të lëvizur e për të zhvilluar aktivitetin e përditshëm, kështu që çfarë jete do ishte nëse s'do lëviznin fare. Megjithatë, ditët e para ne mund të japim regjim shtrati. Pra, që mund të çohet vetëm për nevojat personale, pacienti nga krevati dhe përgjithsisht e kalon 24 orë në shtrirë në krevat për të rehabilituar dhe gjithë sistemi imunitar shkon në përmirësimin e ekuilibrit. Doktoresha, duke qenë si jemi në fund të bisedës, unë do doja nga ju një këshill për gjithë ata që na ndjekin, veçanërisht personat të cilët vuajnë nga vertigo. Çfarë do t'ju thonit atyre?
Për personat që vuajnë nga vertigo, unë vëre gjithmonë që kanë të frikën për të dalë vetëm, frikën për të kaluar semaforin, për të ecur në rrugë, frikën se do rrëzohen. Do të jepja këshillit që vertigo, marramendja që vjen nga veshi nuk të rrëzon, nuk të hedh në gjendje të fikti, se pacientët aludojnë se do rrëzohen dhe do humbin dhe ndjenjat. Mirë, po vertigo që vjen, për vertigon që po flasim bashkë, që vjen nga veshi, nuk ta bën këtë, kështu që mund t'i bëj këtë këshill që të mos kenë këtë fobin, frikën për të dalë vetëm edhe për të shkuar, po them, në supermarket, për të kaluar rrugën e për të kryer aktivitetet e përditshme, sepse si thash, vertigo nga veshi është një simptom që të prish cilësinë e jetës, shumë e bezdisur, po jo kaq e frikshme dhe kaq kërcënuese. Mund të kurohet. Faleminderit doktoresh, ishte kënaqësi për gjithë informacionet dhe këshillat që ndat me ndjekësit tanë. Ju falenderoj shumë dhe unë juve. Ju mirëpres. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës, deri atëherë, mirupafshim.